Miq, motra, vlezër, tani dëgjoni me kujdes. Lajmi shok lën nga një grup shkencëtarësh që kanë zbuluar se brenda 3 viteve njerëzimi do të asistojë në një kolaps të kohapsirës. Çfarë do të thotë kjo? Më ndiqni me kujdes sepse ndosë është ky një argument vërtet kompleks, do dëshiroja që secili prej jush të mundohet që ta kuptojë dhe të lë një koment, që ta diskutojmë së bashku. Sepse unë nuk jam shkencëtar, aq sa kam lexuar dhe studiuar, unë dua që t'i ndaj me ju ndez shkëndijën, por do dëshiroja që edhe ju të lini komentin tuaj, të mundoheni, bile mes nesh ka dhe ekspert, dhe le ta diskutojmë së bashku dhe do t'ju them se përse. Tani, pse është shok ky lajm? Dëgjojeni me kujdes. Si gjithmonë, kush është rastësisht, nëse nuk e keni bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe falenderoj që jemi për bashkë. Nuk do të dëshiroja që të bëja këtë video sot. Por ajo që do të ndodh sipas ekspertëve është vërtet drithëruese dhe do t'ju them. Atëre, kush e ka parë emisionin Enigma, padyshim do t'i kujtohet kjo fjalë që kam shkruar. Do vi një kohë shumë shpejt që njerëzimi do të ndahet në specie dhe në nën specie. E mbani mend apo jo? Padyshim kush e ka parë emisionin Enigma i kujtohet. E kam thënë që në vitin 2010-2011 do të vi një ditë që njeriu, pra gjithë njerëzimi, do të ndahet në 2 grupe, specie dhe në nën specie. Dhe ajo nën specia me kalimin e kohës do të degradohet. Ajo pra që shkencëtarët po paralajmërojnë në këtë periudhë. Dëgjojeni me kujdes, o njerëz. Një grup shkencëtarësh, sepse ishte bërë një test me IBM-in, me kompjuterat e IBM-it, dhe ishte vënë re që në këtë test është gjithë kohapsira që ne mendojmë që është rrjedh në një formë sikur të jetë një lum, nuk është as pak e tillë. Por kohapsira, pra ajo që percepton njeriu, nuk është gjë tjetër veç se e kaluara e tashmja dhe ardhmja. Pra ky test është bërë edhe në CERN. Bile disa pretendojnë që është zbuluar që e tashmi, ardhmja dhe e kaluara e tashmi dhe ardhmja janë një. Por nuk thuhet publikisht sipas gjasave, sepse si mund të ndryshosh mendjen e të gjithë studentëve që kanë studiuar pikërisht këto, që kanë shkruar deri tani. Pra si mund të ndryshosh mendimin e të gjithë dhe si mund të ndryshosh tekstet shkollore, është e pamundur. Dhe tani çfarë ka ndodhur? Kjo kohapsira që ne na dukej sikur ishte një lum që rrjedh në një drejtim, sepse pse e kanë menduar kështu? Pse ne kemi menduar kështu deri tani? Sepse e kaluara jon është si historia, është ajo histori që ne njihnim dje, ka kaluar. Një histori që ndodhi dje, kaloi. Ajo histori që është sot, ndodhi. Por historia që do të jetë nesër, do të vijë akoma dhe do të tregohet ajo histori që është bërë sot. Pra, për perceptimin e njeriu dhe për jetën e njeriu, kohapsira është një lum që rrjedh në një drejtim të caktuar. Mirpo, ky për fizikën kuantike është gabim dhe kjo është zbuluar kohët e fundit që njerëzimi do psoj një kolaps të kohapsirës. Pra një kolaps të kohës, do të ketë një përplasje të kësaj kohe, pra të kësaj kohe që ne perceptojmë, pra e kaluara e tashmja dhe ardhmja, dhe kjo do të krijojë një kolaps në trurin e njeriut. Duhet të dini që çdo gjë është frekuencë, po e them me ngadalë që të gjithë të mund ta kuptojnë. Më ndiqni me kujdes. Aq sa di unë, e përsëris. Pra, çdo gjë është frekuencë, mendimi ynë është frekuencë, shikimi ynë është frekuencë, fjalët tona janë frekuencë, çdo gjë është frekuencë. Pra edhe paramendimi ose ajo që ti po përgatit për nesër është frekuencë. Dhe këto frekuenca të gjitha së bashku, çfarë bëjnë? Bëjnë sikur të bëjnë një kolaps. Shiko, këto frekuenca janë ato që ne na bën të jetojmë, sepse ne jetojmë në bazë të këtyre frekuencave. Në bazë të këtyre frekuencave ne respektojmë unin dhe atë që kemi përballë. Pra, ne e njohim këtë botë dhe shqisat tona njohin këtë botë në bazë të këtyre frekuencave. Pra frekuencat janë baza e jetës në këtë planet. Baza e jetës së çdo mendje jetë njeriut. Dhe të gjitha këto frekuenca, pra që po ecin për mendimin ton dhe për perceptimin ton në të njëjtin drejtim, merrini me mend nëse do psojnë një kolaps, pra që të shekerohen, siç thonë këta shkencëtarët, pra të tunden, ose të kenë një çrregullim. Çfarë do të ndodh në mendjen tonë? Pra, këtë që thonë
shkencëtarët që do të ndodh brenda 3 viteve, një gjë që nuk është e papërsëritshme, një fenomen që nuk është deri tani ne nuk e njohim një fenomen të tillë. Shkenca nuk e njeh dhe thotë që nuk dim se çfarë do të ndodh. Mirë po, me aq sa lexova, po ndodh pra pikërisht ajo që ju thash më përpara. Pra ajo që kisha parashikuar, por kisha shkruar në emisionin Enigma. Sepse, siç ju pata thënë dhe në emisionin Enigma, e tashmja dhe ardhmja dhe e kaluara tashmja dhe ardhmja, sikur të jenë një dhe perceptimi ynë t'i perceptoj ato, pra me shqisat që ka dhe ato të mos jenë ashtu siç na është programuar truri. Çfarë ndodh me trurin e njeriut? Pra pikërisht kjo që do të ndodh tani. Sepse në qoftë se truri ynë nuk i deshifron ato, pra nuk është si punë matematike, sepse truri ynë është matematik. Frekuencat janë matematik. E dëgjuat mirë, sepse punoj në 0101. Pra është si kodi binar dhe informacionet që vinë e njëjta gjë që do dhe me kompjuterat, ndaj dhe kompjuterat është bërë testi tamam si truri njeriut. Sepse në këto teste është vënë re që në qoftë se do shpërbëhen dhe të fillojnë që të tunden ose si mund të shkunden mes njëri tjetrit, mund të krijojë kolaps në trurin e shumë njerëzve. Pikërisht pra atyre që nuk i kanë informacionet e duhura. Siç ju kam thënë, pra ata në nën specie. Ata që nuk i kanë informacionet do të kenë probleme. Dhe kjo do të krijojë probleme kolapsi në trurin e njeriut për shumë njerëz. Por çfarë do të ndodh? Nuk është se do të ndodh brenda një dite. Do të ndodh me kalimin e kohës, dal nga dal. Dhe kjo do të tekaloj, do të degradojë qeliza duke tekaluar kohën, hapësirën, çdo gjë. Dhe duke mos qenë në të njëjtin frekuencë, pra ato frekuenca që janë aty të trurit me atë të jashtmet, pra duke mos qenë në të njëjtin nivel, shpërbëhen, shkatërohen dhe dal nga dal fermohen. Grimc pas grimce, qelizë pas qelize, derisa degradon trurin. Në qoftë se keni vënë kohët e fundit janë shfaqur disa sëmundje të panjohura më përpara. Pikërisht pra sepse mendohet që po shkojmë drejt kësaj pike, pra në drejtimin e këtij momenti kritik që shkenca nuk di ta shpjegoj. Veç se është bërë testi, shikojnë që do të ndodhi dhe sipas tyre do të jetë kulmi, që unë nuk jam i bindur që është tani, po ja u them unë, nuk jam shkencëtar, por po ju them unë. Duhet patur kujdes në këto raste, sepse shkencëtarët ndoshta e bëjnë për një qëllim, që të kuptojnë që e kanë zbuluar ata, pra bëjnë lajmin e madh. Unë nuk besoj që do të jetë brenda një 3 vjeçari. Jo. Unë them që do të jetë të paktën në një 10 vjeçar. Do t'ju them pse përse, minimumje, sepse siç ju kam thënë dhe më përpara, në vitin 2000, duke filluar nga viti 2000, lindi fëmia, pra në vitin 2001 lindi fëmia me 3 elika. Pastaj para ca viteve lindi fëmia tjetër me 4 elika dhe prisni sepse pastaj do dali fëmia që do lind me 5 elika, pastaj me 6, pastaj me 10. Çfarë do të thotë kjo? Brenda një 20 vjeçari, më falni, jo 10 vjeçari, brenda 20 vjeçari ne kemi jetuar, njerëzimi, dëgjoni me kujdes, njerëzimi ka jetuar në një situatë sikur themi në një status neutral. Dhe brenda 20 vjeçari, duke filluar nga viti 2000 deri tani, se më përpara ishim gjithë njerëzimi ishte me 2 elika. Tani jemi me 4 elika. ADN-ja e njeriut me 4 elika. Askush nuk e keni dëgjuar këtë, nuk flitet publikisht për këtë. Jo sepse unë jam kush e di se çfarë, po këto janë lajmet e mëdha që duhet thënë publikisht dhe askush nuk i thot. Vireni re, këto janë lajme që i gjeni duke i kërkuar, por nuk i thon publikisht, sepse nuk duan që të tundet mendja e njeriut, nuk duan që të krijohen kolapse të mendjes së njeriut. Dhe pse po ja u them këtë? Në një 20 vjeçar janë bërë 4 elika në ADN, pra dopjo. Merrini me mend në një 10 vjeçar tjetër ose në 20 vjeçar tjetër që do të ketë edhe 4 elika tjera që do të jenë 8. Dhe pastaj të shkojnë në 12. Duhet të dini që e kam thënë që në emisionin Enigma që kemi 12 elika, por 2 janë ato që ne njohim, por 10 janë ato që flen. E mbani mend në emisionin Enigma, e shikoni, gjejeni, sepse kemi folur edhe për turroctis ventricula, që është ajo që ne kërkojmë jetëgjatësinë e trupit njeriut. Dhe kam thënë që padyshim njeriu
do të vi një ditë që do të zgjohen 10 elikat që flen gjumë. E gjeni, e kam shkruar që në vitin 2008 këtë, po shkoj në televizion në vitin 2011. Dhe po thoshja, ky është momenti pra që mendohet që do filloj, por unë nuk jam dakord me atë që thonë shkencëtarët që do të ndodh brenda një 3 vjeçari. Jo, sepse duhet një kohë gjatë. Dhe shumë faktor do të ndodhin që të mund të shkaktoj këto trazira në mendjen e njeriu, sepse janë frekuenca, siç ju thash. Dhe pikërisht pra, ata që nuk i kanë hapur dyert dijeve, ata që janë me një fjalë ignorant, më falni për shprehjen që ta kuptoj më mirë, me kalimin e kohës, nëse nuk do t'u hapin fare dyert dijeve që të studiojnë, të shikojnë, të kërkojnë, që të bëjnë zhvillimin psikofizik, sepse zhvillohet psiqika, zhvillohet fiziku. Pra, nëse zhvillohet mendja, zhvillohet edhe trupi. Nëse nuk do të ketë këtë zhvillim, dal nga dal qelizat e tyre do të degradohen. Nuk është se e them unë dhe do ta bëj unë këtë. Por këtë është shkencë dhe thot shkenca, nuk është se unë shpika ujin e ngrohtë. Pra, ajo që do të ndodh në këtë 3 vjeçar sipas shkencës, të këtyre shkencëtarëve, unë nuk mendoj që do të krijoj këtë problem të madh. Por jam i bindur që në vitet në vijim do të lindin elika të reja dhe do të ketë probleme më të mëdha pikërisht pra në bazë të këtyre frekuencave që do të rrisin perceptimin e njeriu dhe do të zgjojnë ato 10 elikat që flen gjumë. Dhe njëkohësisht, në këtë rast, me kalimin e kohës, do të ndahet njerëzimi në 2 specie, në specie dhe në nën specie. Tani, ju unë ja u thash, zgjidhni në kanë doni që të qëndroni, në specien e zhvilluar, që të zhvilloheni psikologjikisht dhe fizikisht, apo në nën specie që mos ta çoni kokën fare. Unë timen e bëra, tani pres komentet tuaja. Ditë mbarë.